Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar Haxhi, mirë se erdhët. Ju që jeni të pranishëm dhe të tjerët që po na ndjekin nëpërmjet Zoomit. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu që ky seminar të jetë i dobishëm, të jetë i frytshëm, dhe lutë Allahun xhalla xhelaluhu që ndoshta ato informacione që ju duhen gjithë secilit nga ju të merren në formën e duhur, në mënyrë që ky udhtim, të cilin e quajmë udhtimi i jetës, realisht të bëhet në formën maksimale të përjetuarit të tij. Në aspektin shpirtëror, lutim Allahun xhalla xhelaluhu që ai ta pranojë atë dhe ne ta shijojmë dhe ta përjetojmë me të vërtetë si udhtimin e jetës dhe në këtë formë të lejë ato shenjat e tij në jetën tonë. Por dhe në aspektin tjetër, lutem Allahun xhalla xhelaluhu që të na lehtësojë dhe të shkoni shëndoshë mirë e të ktheheni shëndoshë mirë atje. Unë jam Lauren Luli, për krah kam kolegët e mi, Eriolin dhe Shpëtimin dhe doktorën Veri, ku sot ne do t'japim shkurtimisht përtej informacioneve, detajeve të cilat kanë të bëjnë në aspektin teorik të këtij udhtimi, ne më tepër do të përqendrohemi tek aspekti praktik dhe aspekti përgatitor i këtij udhtimi. Pra, në një farë mënyrë do të mundohemi që t'ju fusim sadopak në atë atmosferën e këtij udhtimi, dhe nga ana tjetër do mundohemi që t'japim informacionet e nevojshme që kanë të bëjnë me parapërgatitjen tuaj përpara këtij udhtimi, dhe më pas edhe një lloj përgatitje në mënyrë që kur të përballeni me atë terren atje, të jeni të përgatitur, të keni marrë të gjitha ato masat e nevojshme në mënyrë që ta keni sa më të lehtë atë udhtim. Ne jemi një staf, një grup stafi prej rreth 20 e ca vetësh, ku ka të bëj ky grup është i përbërë nga drejtuesit e grupeve, murshidet pra janë disa terma që tashmë do t'i dëgjoni dhe do t'i me shpreh Zotit në këtë formë ne do t'i përcjellim vazhdimisht, pra që janë stafi vetëm për gratë, dhe nga ana tjetër është edhe stafi mjekësor, doktori dhe doktoresha që do të na shoqërojë përgjatë gjithë udhtimit. Ky pra është grupi dhe stafi jonë që do të mundohet në mënyrë të drejtë për drejtë 24 orë do të udhtoj me ju, do të jetë bashkë me ju në çdo hap, në çdo aspekt, për çfarë do lloj nevoje, shqetësimi që ju mund të keni përgjatë gjithë parafërsisht 19-20 ditëve të këtij udhtimi. Kështu që besoj tashmë ju jeni njohur me kryetarët e grupeve të tuaja, keni marrë disa detaje, por sot ne do t'japim disa detaje tjera, do të mundohemi që çfarë të keni nevojë juve tashmë edhe bazuar në eksperiencën tonë të viteve të kaluara, t'u përcjellim dhe në fund fare për çfarë do lloj pyetje që mund të keni, do të jemi këtu dhe në fund fare ne do t'ja lejmë vendin, pra do t'ja lejmë sallën vetëm grave, ku do të ketë një takim të veçantë me murshidet dhe doktoreshën, ku do të flasim pak më specifikisht për çështje që kanë të bëjnë vetëm në aspektin e grave. Kështu që edhe një herë lutem Allahun xhalla xhelaluhu që ky takim të jetë i begatshëm. Për sa i përket pjesës së organizimit institucional, ne tashmë kemi marrë të gjitha masat që çdo gjë të jetë gati dhe t'ju pres juve, duke filluar nga udhtimi, avionët, hotelet, vendet e shenjta, ndoshta mbrapa ka disa video ilustruese të cilat
unë i kam bërë para pak disa ditësh kur isha atje dhe kontrollova përfundimisht se përgatitjet që janë bërë, dhe në aspektin tjetër pra procedurial edhe në komunikim me institucionet. Vetëm disa gjëra të vogla unë doja që të theksoja për sa kanë të bëjnë me pjesën organizative dhe çfarë na kërkohet nga Ministria e Haxhit atje. Siç e dini, është një organizim që bëhet për miliona njerëz. Kështu që ajo çfarë ne kërkojmë nga ju, edhe çfarë Ministria na ka orientuar që t'ju vëmë në dieni dhe t'ju kërkojmë dhe t'ju tërheqim vëmendjen, është që gjithë secili nga ju, pa çka mund të jetë hera e parë apo jo e udhëtimit në Haxh, tashmë atje në mënyrë që çdo gjë të udhtoj, të shkojë në formën më të mirë, kërkohet prej gjithë secilit nga ne që të zbatojë të gjitha orientimet dhe çështjet që kanë të bëjnë me organizimin atje. Pra, gjatë gjithë ditëve që do t'jeni atje, ne do t'ju informojmë dhe do t'ju orientojmë se si duhet veproni. Duhet dilni në filan orë nga hoteli, nuk duhet të dilni nga hoteli, duhet të shkoni në filan orë në filan vend, apo orientimet të kësaj natyre janë me do e mos të domosdoshme pra që të zbatohen. Në të kundërt, realisht jo vetëm dëmtojmë veten tonë, por dëmtojmë të gjithë organizimin që ka të bëjë me jo vetëm me Haxhit e Shqipërisë, por edhe me gjëra. Ku dëgjon, ne do të kërkojmë nga ju që të mos shkoni në pikun e temperaturave të larta, 45-50 gradëve të shkoni në xhami, po të qëndroni në hotel. Ne do të kërkojmë nga ju që nga çadrat e minas të dilni në mënyrë të organizuar në momentin që ne u themi. Ne do të kërkojmë nga ju që të keni kujdes aspektin e të ushqyerit, aspektin e higjienës personale, etj. Në formën në mënyrën më të detajuar, sa her pas here ndoshta mund të tregojmë edhe të bezdisshëm pak. Por ju tërheq përsëri vëmendjen, të gjitha këto janë vetëm për arsye që ju ta kaloni shëndetshëm dhe ashtu siç duhet të gjithë thosin. Dhe nuk kemi ndërmend që t'ju bëjmë të vështirë udhëtimin tuaj, përkundrazi t'ju lehtësojmë. Nuk kemi ndërmend që t'ju privojmë nga çështjet që kanë të bëjnë me këtë udhëtim të jetës suaj, përkundrazi jemi në shërbimin tuaj që ju ta shijoni në maksimum këtë udhëtim. Kështu që kërkesa e parë është që ju të keni parasysh dhe të ndiqni të gjitha orientimet që bën nga kryetari i grupit tuaj. E dyta, unë këtu kam vetëm një lloj shembulli nga kartat e vitit kaluar, por në momentin që ju do të hyni në Arabinë Saudite, pasaportën do të dorëzoni. Dhe pasaporta juaj, mjeti juaj identifikimit dhe leja për të futur në vende specifike që duhet të futen haxhit, ku dëgjoj në vendet e shenjta, në Qabe etj, është vetëm një kartë si puna e kësaj. Ky është e vitit kaluar, por një kartë e tillë do t'ju jepet atje dhe kjo është pasaporta, mjeti identifikimit tuaj dhe ajo çfarë do t'ju bëj juve t'ju lejoj që të futeni në ambiente që Ministria kontrollon her pas here. Nëse nuk e keni këtë, do thotë që ju nuk njiheni që jeni haxhi dhe nuk keni të drejtën që të përfitoni nga shërbimet e një haxhiu dhe të futeni në ambientet që nuk duhet të futet askush tjetër përveç haxhive. Kështu që edhe një gjë tjetër, kjo kartë duhet të mbahet 24 orë me vete. Në momentin që humbet, patjetër, menjëherë në momentin më të parë duhet të informohet kryetari i grupit, që të rinxirret. Gjë që është tepër e vështirë, por megjithatë duhet patjetër që të pajisin me duplikatën e kësaj. E mira është që ta mbani për të mos humbur asnjëherë këtë. Dhe gjëja e fundit që unë do të theksoj dhe më pas do t'ja lej fjalën edhe kolegëve për detajet e tjera, është do ju lutesha për çdo shqetësim, qoftë ai i vogël, i parëndësishëm mund të duket juve, qoftë në aspektin shëndetësor apo organizativ, dua që t'ja kaloni patjetër kryetarëve të grupit. Sepse një shqetësim i vogël atje ndoshta në momentin që kapet në kohë mund të zgjidhet kollaj, por nëse lihet, neglizhohet, ndoshta më pas mund të jetë goxha vështirësues, goxha i vështirë për ta zgjidhur, apo më pas do ta keni të vështirë edhe ju. Ku dëgjon një gjë e vogël nga ana shëndetësore mund të duket juve në fillim, por ajo në moment që nuk kapet në kohë, më pas bëhet e madhe dhe
ju pengon juve që ta shijoni udhëtimin tuaj siç duhet. Kështu që edhe një herë Allah ju shpërbleft që ishit pranishëm, Allah ju shpërbleft që na keni mirëbesuar pikërisht këtë udhëtim. Ne jemi të gatshëm për t'ju shërbyer juve atje dhe këto janë disa orientime të cilat juve duhet t'i merrni dhe duhet t'i zbatoni. Edhe çështje të tjera her pas here vijnë edhe ku dëgjon shqetësime të ndryshme, jo po si do të bëhet haxhi, jo po do të pranohet, jo po do t'i bëjmë gjitha siç duhet, jo po filan me dhep, jo po filan me dhep, jo po filan mendime të tjerë, do t'ju lutesha. Ne, si komunitet musliman i Shqipërisë, kemi vite që kemi zgjedhur rrugën ku çdo haxhi, pa çka mendimi, medhhebi i përket dhe çfarë zbaton, ne kemi zgjedhur mënyrën, rrugën që të gjithë të gjejnë veten e vet. Në qoftë se e marrim një vendim, një formë të bërit të haxhit, do të thotë që ne kemi marrë të gjitha fetvat që jepen nga vetë institucionet përkatëse atje. Nuk ecim pas mendjes tonë. Për këtë ju siguroj dhe nga ana tjetër do ju kërkoj që të gjitha orientimet në aspektin fetar apo organizativ të ndiqni orientimet vetëm të kryetarëve të grupit dhe të askujt tjetër. Mund të kemi hoxhallar, myfti, dietar me vete që të mund të jenë bashkë me ne në haxh, por nuk dua që të merrni mendime dhe jo po ka thënë filan hoxha apo filan dietar, por orientimi që do të ndjekin, që do të jepen nga kryetarët, nga murshidët tanë. Thash edhe një herë për këtë ju siguroj. Do ta shikoni edhe kur të kthehemi, do ta shikoni se sa e saktë është kjo. Nuk kemi ndërmend që të harxojmë kohën tuaj, mundin tuaj dhe të ktheheni mbrapsht dhe të thoni, sikur ta kisha bërë edhe këtë, pse e kam lënë mangut. Për këtë të jeni të sigurt, nuk kemi ndërmend që të marrim edhe në një kosto apo edhe në një gjuna apo dhe në një gjë tjetër, se na mjaftojnë tonat. Këtu jemi vetëm të shërbejmë juve në mënyrë që kur të ktheheni mbrapsht thoni elhamdulillah, çfarë ishte për të bërë, inshallah e kemi bërë, të paktën aspektin e haxhit, dhe atje ne do të mundohemi në maksimum që juve ta shijoni atë gjë, sikur të jetë hera e parë e jetës suaj dhe e fundit që të shkoni në atë vend dhe nuk kemi asnjë lloj qëllimi tjetër përveç kësaj. Edhe një herë rrugtim të mbar, edhe shpresojmë lut Allahun xhel xhelaluhu që të shkojmë shëndoshë mirë e të kthehemi shëndoshë mirë. Tani unë do t'ja kaloj në aspektin e organizimit të charterave dhe të avionave. Kemi disa organizime, pra janë 2 chartera nga Shqipëria, është një grup që do të udhtojë nga Podgorica, dhe më pas kemi edhe prej atyre të cilët do të udhtojnë një grup i vogël që do të udhtojë tranzit nga Greqia. Këto janë tashmë të mbyllura, të përcaktuara sipas datave, gjeografisë, qytetit nga i cili vini, grupit të cilin i përkisni, dhe në këtë aspekt këto janë të mbyllura dhe nuk duam që të vinë, po duam avionin e parë, duam avionin e dytë, janë pothuaj datat plus minus një ditë dhe nuk ka një ndryshim apo diferencë midis njëra tjetrës. Por më tepër detaje, kontaktoni kryetarin e grupit edhe për çdo informacion besoj do t'ju japim përgjigje. Edhe një herë po ja kaloj fjalën kolegëve të mi edhe të vazhdojmë me detajet e tjera. Vëllezër dhe motra, selam aleikum. Mirë se keni ardhur gjithë. Alhamdulillah jemi mbledhur për i punë të hajrit, punë begat, siç është rituali i haxhit, që është një nga shtyllat të rëndësishme të Islamit. Normalisht ky ritual ka shpërblim shumë të madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush e bën haxhin ashtu siç duhet, pa u fut në gjuna, pa e shqetësuar njerëzit e tjerë, rikthehet siç ka lindur nga nëna, pra i pastron të gjitha gjunahet. Mirë po, ky udhtim është udhtim i gjatë, normalisht ka sfidat e veta, ka sprovat e veta, ka pritjet e veta, sepse ne duhet jemi të vetëdijshëm që jemi pjesë e një organizimi të madh. Pra nuk jemi vetëm ne, janë edhe diku ke 2 milion haxhiler të tjerë, dhe gjithë ta njerëz do të lëvizin brenda një kohë të caktuar, brenda disa orëve të caktuar në vende të caktuara dhe normalisht kjo ka ato sikletet e veta. Pra këtë duhet të kemi parasysh para se të nisemi për haxh, që jo çdo gjë varet nga ne,
dhe jo çdo gjë bëhet sipas kokës tonë. Pra ne jemi pjesë e një organizimi shumë të madh, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin e lëvizjes, qoftë në aspektin organizativ. Edhe këtë duhet ta kemi parasysh që kur nisemi nga këtu, sepse gjërat atje funksionojnë ndryshe. Unë do t'jap vetëm një shembull për ta kuptuar. Ju do ta shikoni se në moment që do zbrisni në Xhedda, ata do të marrin pasaportat, sepse pasaportat qëndrojnë tek zyra përgjegjëse për haxhilerët e Shqipërisë, që është në varësi të Ministrisë së Haxhit. Edhe ato pasaportat do lvizim ne nga Mekka në Medinë, lvizim me ne, Medinë i dorëzon prap, kur merr që ke avion privat e tjerë që do të largohesh me tjerë, ka procedura për të bërë, dhe për me marrë një pasaport, për shembull, mund zgjasë gati tek 3 orë, 4 orë si procedurë dhe ka ato detajet e veta. Pra po jap thjesht si shembull për të kuptuar logjikën se si funksionon gjërat atje, se normalisht besoj ato që kanë udhëtuar jashtë shtetit, ne e dimë që pasaportën e mbajmë gjithmonë me vete. Prandaj në bazë të kësaj duhet që ta përgatisim veten tonë. Tek avionet ne këshillojmë që ato të cilat janë jashtë shtetit në datën 16 maj të jenë në Shqipëri, apo jo? Ata të cilët kanë bileta që i kanë prerë vetë, data e fundit për me hyrë në Arabinë Saudite është data 22. Pra dhe këtë datë nuk duhet ta kalojnë në asnjë lloj mënyre, sepse pastaj nuk ju ndihmon dot as drejtorin, nuk ju ndihmojnë dot as ne të tjerë, si është ka gjëra që edhe ne nuk i kalojmë atje, sepse është një periudhë gati 9 ditë, 10 ditë që Mekka mbyllet totalisht. Pra as nuk hyn njeri, as nuk del njeri nga Mekka dhe funksionon çdo gjë vetëm në shërbim të haxhit dhe çdo gjë është në shërbim të haxhilerëve. Prandaj kjo data 22 është shumë e rëndësishme dhe ata që ndoshta na ndjekin online dhe si kanë prerë biletat akoma, se ka persona që do vinë vetë, ta kemë parasysh këtë gjë. Për avionin do të lajmëroni nga përgjegjësit e grupeve, avionet janë charter, me lejen e Zotit do të shkojmë direkt nga Tirana në Xhedda dhe pastaj kthimin e kemi nga Medina në Tiranë. Bagazhet janë 20 kg, 5 kg çantë e shpinës, 5 kg është ujë zemzemi që do ta merrni me vete. Po do ju këshilloja shumë që të mos i mbushni ato valixhet plot kur shkoni për në haxh, sepse kur ktheheni nga haxhi, zakonisht njerëzit marrin dhurata, marrin hurma, marrin gjëra të ndryshme dhe do t'ju duhen ato kilet bosh tek çanta e bagazhit. Rëndësishme është atë ditë kur të vini në aeroport keni me vete ihramin për burrat, sepse motrat kanë ato veshin e tyre të natyrshme. Keni me vete shapkat, mos i fusni tek çanta, sepse nga rregullat e ihramit për burrat është që nuk mund të përdorin pra kputucët, atletet e tjerë duhet të jenë me shapka, dhe këto janë të rëndësishme. Haxhin që bëjmë ne është haxhi temettu. Është një nga lloj haxhesh pra që e ka këshilluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është ndryshimi i këtij haxhi? Ndryshimi i këtij haxhi është se ne e veshim ihramin 2 herë. Pra në fillimisht bëjmë umren, pastaj pasi mbarojmë umren presim 2-3 ditë dhe pastaj kur fillon ai rrugtimi i haxhit, do ta veshim prapë ihramin, do të bëjmë niyetin për haxhin, edhe do të fillojmë ritualet e haxhit. Tani edhe në Zoom, edhe këtu është reflektuar pak a shumë nga 1 deri te 16 janë ato hapat që ne do të ndjekim gjatë ritualit të haxhit. Në lidhje me këtë, sa për të pas një lloj ideje, mos keni asnjë lloj stresi, asnjë lloj frike, sepse alhamdulillah deri sot nuk na ka ngel njëri pa e bë haxhin. Njerëz të smur, njerëz të moshuar, me halle të ndryshme, e tjerë, me lejen e Zotit, deri më sot nuk na ka ndodhur që njëri të kthehet pra nga atje pa haxh. Edhe mund ndodh, njerëz jemi, ka dhe raste shumë ekstreme, që thosh nëse ditën e Arafatit je i detyruar që të jesh i shtruar në spital, nuk e bën dot, pavarësisht ato kanë ato metodat e veta. Mos bani shumë stres lidhur me këtë, se shikoj që këzyra vinë ata që bëjnë regjistrimin dhe kështu dhe e kanë këtë sikletin, e kanë këtë stresin, a do ta bëjmë dot, as do ta bëjmë dot, si do të jetë, a do lëgjë manget e tjerë. Ritualet kryesore janë të gjitha do të bëhen në grup. Çdo
grup haxhilerësh kanë, pra diku te 45-50 persona, kanë një përgjegjës që do t'i ndihmoj. Pra do t'jetë aty për pyetjet që kanë, për shqetësimet që kanë, për hallet që kanë, vëllezërit që kemi vëllezër me eksperiencë, janë vëllezër që e kanë dëshmuar se u shërben haxhilerëve, u qëndrojnë pranë, i ndihmojnë ata. Edhe në këtë aspekt do thoja se ndodh shpeshherë se nganjëherë edhe lodhja bën veten, edhe malli bën veten e tjerë, kërkohen gjëra nga mushidët, gjëra që ato ndoshta edhe nuk i kanë dorë. Këtë duhet ta dimë që mushidët nuk janë kundërshtarët tanë, janë njerëzit që na ndihmojnë. Brenda mundësive që ato kanë, ne gjithë si staf që jemi në shërbimin tuaj për t'u lehtësuar këtë rrugtim, ama edhe ju duhet ta keni parasysh se ka gjëra që na tejkalojnë edhe ne, edhe në këtë aspekt le ta ndihmojmë njëri tjetrin. Hapi i parë është bërja e niyetit dhe veshja e ihramit. Ne zakonisht ihramin e veshim në aeroport, sepse atje është me zridi, është më kollaj, ata persona që nuk dinë, kemi mundësi pra me anë të stafit dhe njerëzve që t'i ndihmojmë ta veshin ihramin, pastaj niyeti për umrën që do të bëhet e para bëhet në avion. Këto qoftë avionin që përdorim ne, qoftë kompanitë e tjera pra që shkojnë në Arabinë Saudite, ato gjysore përpara se të futesh tek mikati, tek kufiri që duhet bërë niyeti i umrës, lajmërojnë dhe pastaj niyeti bëhet bashkarisht. Pra ai që është përgjegjësi i grupit, që është përgjegjësi i avionit, do të marrë mikrofonin, do shpjegoj pak edhe rregullat e ihramit, do shpjegoj pak edhe niyetin si bëhet, do ta bëjmë gjithë bashkarisht në lidhje me këtë punë. Këtu duhet theksuar diçka. Ky është mikrofoni që Tu duhet të patur diçka në momentin që ne do të jemi me charter, ne do të jemi aty si steward, pra gjatë gjithë udhëtimit ne do të jemi aty, mushidët do të jenë ata të cilët do orientojnë për çdo gjë. Kur do bëhet niyeti, kur duhet keni parasysh që të jenë veshurit e ihramit e tjerë e tjerë. Por ka për atyre vëllezër që do udhtojnë me biletat e tyre. Duhet patjetër që minimalisht, edhe nëse nuk e dëgjoni apo nuk e kuptoni njoftimin që do të bëj piloti i avionit për hyrjen në mikat, rreth 40 minuta përpara se të zbrisni, duhet patjetër që të bëni niyetin. Pra, sepse ne zbresim me avion në Jeddah dhe në momentin që zbresim duhet kemi bërë niyetin, duhet kemi vesh ihramin dhe duhet ta kemi bërë niyetin. Kjo është tepër e rëndësishme. Për ato që do udhtojmë me charter, ne do t'i orientojmë, do t'i kontrollojmë të gjithëve kush e ka veshur ihramin nga burrat, kush s'e ka veshur, ai që s'e ka veshur mirë do ta orientojmë që ta vesh ihramin. Do e bëjmë niyetin me zë, pra do ta marrim ne mikrofonin e stewardesave aty, do të bëjmë ne niyetin me zë etj. Do dim tek, kështu që pa merak, por thash ata të cilët udhtojnë me bileta të veçanta. Do të shpëleft. Pastaj do të zbresim në Jeddah. Në moment që zbresim Jeddah, ju do ta shikoni se ata i orientojnë vetë haxhilerët. Pra kemi periudhën e pritjes, kemi periudhën kur organizohen edhe nisen autobuset, ata kanë rregullat e veta. Dhe kur t'jemi atje, sa më bashkëpunues që t'jemi me mushidët, aq më kollaj dhe më shpejt i bëjmë procedurat. Për shembull, ata thonë që nga eksperjenca e viteve të kaluar, thonë dua 40 veta, t'jenë radhë gjithë për një dhe të niset autobuset. Ne shqiptarë se kemi qef shumë radhën, për shembull duam të jemi gjithë kështu, të futemi gjithë për herë. Kjo e vonon procesin si kështu. Pra ato kanë rregulla specifike dhe u qëndrojnë strikt këtyre rregullave, derisa ti ta zbatosh atë këshillën që thotë ai personi që është përgjegjës aty, do presish, kur të plotësohet rregulla, atëherë do lëvizesh. Dhe këta janë të rëndësishme, pra përmi ndjek udhëzimet e mushidëve, sepse do t'jemi të ardhur nga rruga, do t'jemi të lodhur, ka trafik rrugës, ka pritje dhe sa më shpejt jemi të organizuar, aq më shpejt, aq më mirë do t'ishte, pra sepse shkojmë më shpejt tek hoteli. Kur shkojmë në Jeddah, në Arabinë Saudite ka një sistem o vëllezër dhe motra, që kartat e numrave të telefonit jepen me anë të numrit të vizës dhe me anë të shenjës së gishtave. Pra ne nuk mund ta marrim kartën, për shembull marrim 500 karta telefoni, 600 karta telefoni dhe t'u japim haxhilerëve aty në përdorim, sepse çdo person
e merr vetë kartën e telefonit, do ta shikon edhe ke kartën në sukut që e tha drejtori, edhe këtë për shembull nuk e marrim dot ne që ta marrim në dorëzim dhe t'ua shpërndajmë ju. Ju do të shikoni se ku shkoni atje, do vinë punojësit, thot do japish vizën, do japish shenjat e gishtave dhe pastaj do ta dorëzoj kartën, madje të bën foto edhe ty, edhe që ta ka dhënë kartën, dhe ta dorëzon ty kartën e nusukut. Pra, janë ca procedura që duhet t'i bëjmë vetë. Në lidhje me këtë, nëse dëshironi pra ato ofertën e internetit, mund ta bëni në Gjidda, sepse vinë aty tek aeroporti, tek zona e pritjes të operatorit telefonik, ose mund ta bëjmë edhe tek hoteli, sepse edhe aty vinë e japin këtë lloj shërbimi. Me që jemi kë karta, se thash kartën e nusukut, ne do të kemi edhe kartë tjetër të ngjashme me këtë. Çfarë është kjo karta? Kjo karta tregon se haxhi i cilit vendi je, kjo karta ka numrat e telefonit të kontaktit, mrapa do të ketë edhe foton e hotelit dhe adresën e hotelit ku do të jetë. Inshallah do të përpiqemi ta bëjmë dhe me kodin QR, më fjalë që në moment që humbet dikush edhe e skanon atë, të ketë mundësi që t'i dalë, pra edhe vendi i hotelit, edhe adresat ku janë. Tani unë thash se haxhi është udhtim si thuash që ka shumë njerëz, ka shumë kallavallëk e tjerë, dhe atje që të humbasësh nuk është ndaj çudi e madhe, nuk është edhe ndaj fatkeqësi e madhe. Pra unë kam patë humbasin edhe persona që kanë eksperiencë, madje na kanë ndodhur nga njerë që kemi ngatruar rrugë dhe i fut kemi dalë pastaj nga një rrugë tjetër, sepse atje ka turma dhe mund të qelloj që të shkëputesh nga turma. Çfarë do bëjmë në këtë raste? Gjëja më kryesore, nuk do bëjmë panik. Nuk do bëjmë panik, sepse atje nuk është si jenë në majtë mali dhe s'ka asnjë, je me gjithë njerëzit e tjerë. E dyta është, do gjejmë në vend që t'jetë hije, sepse dielli dhe temperatura është shumë e madhe dhe është shumë e rëndësishme që të qëndrosh pra në hije, të kesh të konsumosh ujin, etj. E treta është, do gjesh një ushtar, do gjesh i polic, do gjesh i person që ti ja tregon këtë kartën, ja tregon kartën e nusukut, dhe ai pastaj merr telefon numrin që është përgjegjës dhe me anë të vendit ku ndodhesh, ne dërgojmë dikën që të të marrë ose të ndihmojë. Ose rasti tjetër, taksia më afër që të është atje, do të japish kartën, do të lojë tek hoteli, ndoshta do shpenzohesh pak, po zgjidhet si situatë. Pra, këto gjëra duhet si thua t'i përballoj me maturi. Na ndodhi një vit, një nga motrat, kur po qëndronim në Muzdelife, ne po pushonim, nuk kishte ardhur akoma koha jonë që të lëviznim nga Muzdelifeja për Mina, do ta tregojmë dhe me foto. Kishte dëgjuar haxhilert nga Kosova duke folë shqip, ata po shkonin Mina dhe ishte bashkangjitur me ta, ndoshta edhe lodhja, edhe pagjumësia, edhe tjera si kështu. Telefoni nuk i arrijej. Bashorti stres të madh, thoshte më gjini gruan se e du këtu. Thoshte unë këtu është vështirë, nuk e gjen dot. Po t'ishte gruaja jote edhe t'ishte gruaja ime, thash një lloj është, më fjalë nuk ndryshon asgjë, sepse me të kërkuar është e pamundur me gjetë personat e. Do ta shikoni se janë me mira njerëz, janë gjithë vesh një lloj, çadrat ngjësojnë një lloj pavarësisht se kanë numrat, edhe kështu me të kërkuar është shumë e vështirë për ta gjetë dikën. Çfarë ndodhi? Shkoj atje tek çadrat me haxhilerët e Kosovës, ata na morën telefon, ne tha, është tek filan çadër, tek filan numër. Pastaj ne çum, ma bëni Allah se isha i stresuar, isha kështu. Okej, mi fjalë, por duhet të mësohemi me këto lloj situata se janë gjëra që ndodhin. Pra, mund të humbasësh edhe në Qabe, se edhe Qabja është e madhe, nuk është e vogël. Mund të humbasësh edhe rrugën te hoteli, mund të shkëputesh nga grupi edhe në Mina, në Arafat, Muzdelife e tjerë. Qoftë si i bën këto hapa me lejen e Zotit dhe përpiqesh me e ndjek ritmin e njerëzve të tjerë. Përpiqesh me e ndjek ritmin e njerëzve të tjerë, nuk do të kesh asnjë lloj problemi. Se edhe kjo është sfidë në vetvete. Shemi themi gjithmonë haxhilerëve që ndiqni murshidin. Pse? Sepse 40 persona, 50 persona e ndjekin një. Ama një murshid nuk ka mundësi të ndjek 30-40 persona, pra qoftë hallak se ka persona thotë e di unë, ikën parë mos e merr telefon thotë humon. Atëherë mos e bëj këtë, pra ti es me murshidin, ti ndiqe murshidin. Për të kthyer në aeroport, në autobuse dhe do të shkojmë në hotel. Në moment që shkojmë në hotel, ne zakonisht i bëjmë mas namazit të yatsis umret,
sepse atëherë qabja edhe boshatiset pak, edhe temperaturat janë më të përshtatshme, me lenin e Zotit edhe ata të cilët janë të lodhur kanë mundësi që të pushojnë pak, të konsumojnë ushqim, ta mbledhin veten në lidhje me këtë punë. Madje ne kemi edhe këtë lloj praktike, sepse ka që janë të ri, janë të fuqishëm, mund ta bëjnë vetë, kanë eksperiencë, ka të tjerë që janë të ri, po janë të fuqishëm, bëjnë direkt, ka të tjerë që ndoshta janë pak më të moshuar dhe kanë probleme me ecjen, kanë nevojë për suport për karrocë e tjerë, e bëjmë një ditë më mbrapa, sepse nuk është që do ta bësh direkt sa të zbresësh aty ose nuk bën, pra kjo ka ato rrugëzgjidhjet e veta. Qofse e çoni pak ato që kontrollojnë PowerPointin tek 10. Tavafi kryes së haxhit. Tek numri 10, okay. Po. Kjo është pamja e Qabes, pra sepse tavafi i Qabes, pra umreja çfarë ka? Ka tavafin rreth Qabes, ka sajin, Safat dhe Merve, ka dhe qetjen prerjen e flokëve, dhe kjo është një fjalë si kështu. Ne në Ihram kemi hyrë, në avion e kemi bën njetin dhe të shkojmë tek Qabeja. Tani në momentin që futesh në Qabe dhe shikon Qaben, është e pëlqyer me bë dua, sepse është duaja e pranuar. Do bën 7 rrotullime rreth Qabes. Rrotullimet fillojnë, po ta shikoni, këtu është një dritë jeshile, paralel me Haxherul Aswad. Fjala ato është guri tek Qabeja, paralel ka vendosur dritë jeshile, po ta shikoni, është këtu për t'i orientuar njerëzit. Bismillah, Allahu Akbar, dhe do të bëhen 7 rrotullime në grup. Ka dua që janë pëlqyer për t'i bërë, po janë të lira, secili lutet për ato që ka për zemër, ato dua që i din, ato dëshira që ka, nuk është e thënë patjetër që të rrihet dhe të lexojë, se do ta shikoni që është i grumbulluar vendi, dhe nuk të lajnë aty njerëzit e tjerë që ti të rish, të lexosh, të ecish avash e tjerë, duhet me qëndru me grupin dhe tavafi duhet bërë me abdes. Pra nëse ke problem dhe siklete në këtë punë, do të flasësh pra me përgjegjësinë e grupit dhe do ta sistemosh të. Në moment që mbaron 7 rrotullimet, është gjatë kryes së tavafit është e pëlqyer dhe është edhe e detyrueshme si thua që të mos i shqetësosh njerëzit e tjerë. Se mund shikosh atje ka njëri mund vjen, mund të çkel, ka njëri edhe mund të shtyj pak. Ti nuk do ta prishësh terezin, do të merresh me adhurimin tënd dhe do të përpiqesh në maksimum që të mos shqetësosh askënd. Dhe lidhje me këtë, me put gurin e zirë sunet, po unë nuk ka këshilloj që të futeni dhe ta bëni këtë gjë, sepse është shumë e rrezikshme. Pra do ta shikoni njerëzit aty shtyhen, e tjerë, nuk ka nevojë. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka bëu tavaf edhe kur ka qenë në deve, bismillah Allahu Akbar, ka përshëndet Haxherul Aswadin dhe ka bërë 7 rrotullimet. Në moment që mbarohen 7 rrotullimet, falen 2 rekat namaz, është mas makami Ibrahimit, do të jetë plot, do të kemi mundësi në vendet ku të orientojnë ushtarët, sepse atje ka ushtar, ka policë, që shikojnë gjithë situatën, që marrin urdhrat e tjerë dhe ata të uzojnë, thotë vazhdoni e tjerë. Kështu që edhe namazin 2 rekate do t'i falim aty ku kemi mundësi. Pasi të falim 2 rekat namaz, do të pijmë ujin e Zemzemit dhe do të kalojmë tek ece jaket ndërmjet Safas dhe Merves është PowerPoint-i 11. PowerPoint-i 11 janë ece jaket që do të bëhen ndërmjet Safas edhe Merves, pra janë 7 në total dhe këto do të bëhen në grup. Pastaj tek PowerPoint-i 9, ose nëse e dërgon, do të shkurtohen flokët edhe kështu umre me lejen e Zotit është e kryer. Pastaj do të kemi 2-3 ditë që do t'i përdorim pra për me shku në Qabe, për me falë namaz, për me pushu, për me mbledh forcat, do të shikoni se ka persona që ne themi mos shkoni në Qabe. Se e kam dëgjuar shpesh nga xhelierët, ose si thonë njerëzit mos më shku në Qabe, kanë ardhur për Qaben, jo, ne kemi ardhur për haxhin. Parsinë tonë kemi haxhin. Prandaj ne durojmë energjitë, durojmë forcat, durojmë shëndetin dhe gjithë përpjekjen tonë kemi që të arrijmë ditën e Arafatit, jemi atje në Arafat. Pavarësisht se Qabeja pastaj në moment që mbarojnë ritet e haxhit, do shikoni që ne vetë do t'ju themi hajde ikni tani në Qabe, por duhet me bë kujdes, sidomos namazin e drekës, namazin e kindis, ku është vapë e madhe dhe duhet me e ruajt shëndetin. Atëherë, për sa i përket
Do të të Mikrofonat, si kemi punë të rësimbullë. Okej. Nëse, për sa i përket pjesës së datave, që ta keni çik më të qartë, bëhet fjalë që në datën 25 ne nisemi për në Mina. Pra, deri tani çfarë shpjegoi vllai është umre. Por gjëja kryesore ne s'kemi filluar akoma haxhin. Dhe haxhi fillon datë 25 maj. Pra bëhet fjalë në datën 25 maj, në mëngjes ne ham mëngjesin në hotel dhe bëhemi gati, veshim ihramin, bëjmë niyetin e tjetër. Të gjitha këto detaje ne do t'i shpjegojmë në hotel. Kemi mesqitin atje ku do ketë minimumi 2 ligjërata çdo ditë, ku murshitët tona të jo vetëm do të marrin ligjërata fetare, por edhe do të japin orientimet e nevojshme. Por praktikisht që të paka shumë të keni diçka të orientuar, në datë 25 maj ne nisim për në Mina. Nga mëngjesi deri në mëngjesin e datës 26 qëndrojmë në Mina. Pra, qëndrimi këtu dhe aty nuk kemi asnjë lloj gjëje tjetër, vetëm do të shlodhemi, ligjëratat, namazet, adhurime dhe asgjë tjetër. Telbien patjetër që është pjesë e udhëtimit tonë. Në datën 26 maj, në mëngjes herët, përsëri pas namazit sabaut, kryesisht falem namazin e sabaut dhe qëndrojmë gati, dhe këtu kjo është gjëja kryesore që ne do të kërkojmë nga ju, që të mos shkëputeni nga Mina, nga çadrat. Dikush shkon në banjo, diku tjetër etj. Në moment që vinë autobusët, ne lëvizim me grupe, i themi grupi i Laurenit, grupi i Eriolit, grupi i Shpëtimit, në moment që lëviz, ngelen në banjo, ngelesh në Mina, iku grupi. Kështu që këtu ne do kërkojmë që ju të qëndroni në pritje në çadra. Në datën 26 nisemi për në Arafat, që është edhe shtylla kryesore. Të gjitha gjërat e tjera mund të zëvendësohen, mund të rikuperohen për haxhin, vetëm qëndrimi në Arafat nuk e rikuperon në asnjë formë tjetër. Po qëndrove në Arafat, elhamdulillah ke kry haxhin, për të gjitha gjërat e tjera. Por nuk qëndrove, nuk erdhe me në Arafat, humbe, qëndrove, ngele diku, kismet vitin tjetër prapë në haxh. Kështu që në datën 26 maj i hipim autobusave, me autobusa shkojmë në çadrat e Arafatit. Në momentin që ju arritët në çadrën e Arafatit, u futën në çadrën e Arafatit, elhamdulillah, themi se e kemi përfunduar me sukses. Jemi aty, do të qëndrojmë aty deri në mbrëmje me namazin e akşamit. Aty do të falim përsëri namazet, do t'i bashkojmë, do t'i shkurtojmë, do të kemi hutbën e Arafatit etj. Dhe më pas do të vazhdojmë me arretimin. Këtu do unë dua që të mos zgjatem më tepër. Çështja e të shkuarit në malin e Rahmes, në Xhebelu Rahme. Të nderuar vëllezër, nuk duam që askush nga ju të dalë nga çadrat, sepse pikërisht në këtë moment temperaturat i kalojnë të 50 gradë. Dolët diku, edhe vetë Ministria e Orientimit që të mos dalë askush nga çadrat. Nuk është kusht që të shkohet patjetër tek mali. Kusht është që të jesh brenda territorit të quajtur Arafat dhe çadra ku është përcaktuar që qëndron ne, do të thotë që je brenda territorit të Arafatit. Në qoftë se qëndron brenda çadrës, merresh me adhurimet, me duat, me lutjet etj, është e mjaftueshme, i ke plotësuar kushtet e vakfes së Arafatit dhe nuk është kusht që qëndrohet atje. Sepse ka dhe raste dalin nga çadra për shkuar në mal atje, ndodh diçka edhe në aspektin shëndetësor, por edhe organizativ, humbet dhe më pas i vuan jo vetëm ai, po i vuajmë edhe ne. Kështu që kjo është edhe prej atyre çështjeve delikate që ne kërkojmë nga ne. Pra, se edhe kjo është e rëndësishme që e tha drejtori, se ka njerëz i kanë qef aventurat, por mirë është me qëndru aty ku qëndrojnë gjithë tjerë dhe kohën që do ta marrim duke shëtit pra vajtja e ardhe, ta përdorim për ibadet se adhurim. Më pas, ne do të kalojmë në Muzdelife, kur atje do të kalojmë një pjesë të natës. Muzdelife është hotel me 1000 yje, themon, se është vendi hapur. Pra atje kemi rrethimin që do ta shikoni, kemi tapetna që do të jenë poshtë, edhe ujë, ka edhe banjët për nevojat personale që kanë njerëzit, dhe është ambient pushimi. Pra bëmi gati për ditën e nesërme, që është ditë Bajrami, mbledhim gurët dhe pastaj do të shkojmë që të hedhim gurët. Në Muzdelife, pra kjo është pak a shumë në lidhje me këtë punë.
Pastaj sipas udhëzimit që do të kemi nga organizatorët, ne do nisemi me autobus nga Muzdalifeja në Mina, pastaj nga Mina do shkojmë në Xhemerate për të hedhur gurët e parë. Vetëm dua t'ju them diçka, se ndosh shpesh herë që janë afate kohore që duhet të arrihen. Për shembull, që kemi pas, ai thot, nëse ti vjen Mina në orën 12 dhe del para orës 12 mund të dalish, ose mos ta bllokoj atë dalin nga Mina dhe thot mund dalish në orën 2, mund dalish në orën 3, që i bie kohë ku është vapë e madhe. Dhe ne prandaj kemi synimin gjithmonë që të shkojmë sa më shpejt nga Muzdalife në Mina, dalim sa më shpejt nga Mina për të hecur për në Xhemerate që shkojmë të hedhim gurët e parë. Dhe këtu duhet me qenë të vëmendshëm sepse nuk e kemi luksin që themi boni gjithë gati se do të nisemi në orën 10. Prandaj shikojmë situatën, flasim me përgjegjësit aty, gjejmë mundësinë edhe dalim vjet elhamdulillah nga ora 7:30 mëngjesit kemi qenë në hotel që është mirësi dhe begati e madhe, mos kape vapa, sepse kjo ditë është dita më e lodhshme. Pra Mina vetvete është e lodhshme sepse janë ambient ku janë shumë njerëz edhe kushtet nuk janë maksimale etj. Arafati është i lodhshëm, Muzdalifeja është shumë e lodhshme. Pastaj do keshte 1 orë gjysmë 2 orë të paktën që do ecim atë ditë për shkuar për gjuar gurët. Do thonë ju s'ka autobus, atje nuk ka, atje të gjithë ecin. Dhe ditën e parë do shkojmë të hedhim 7 gurët, pastaj do të presim që të na vijë lajmi i therrjes kurbaneve. Në moment që do të jenë therr kurbanet, pra burrat qetin flokët, gratë shkurtojnë dhe kështu dalim nga ihrami. Dhe tavafi i haxhit, sa'i i haxhit bëhen pa ihram, bëhen me veshjet normale që ka personi. Pastaj pasi ti kemi kryer këto detyre, na ngelet një detyrë e fundit që është tavafi i lamtumirës, tavafi që bëhet përpara se me u larguar nga Mekja dhe nga Qabja e bekuar. Me datën 4 jemi për Medinë me lejen e Zotit, hoteli shërbimi atje me datë 4 mbasdite fillon. Dhe në Medinë do të bëjmë ato vizitat e zakonshme që kanë të bëjnë me vizitat në Kuba, me vizitat në Uhud, me vizitat në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, se thua është periudha e Medinës është pak periudhë më relaksi. Inshallah taala na mundson që të arrijmë deri atje, pra shëndoshë mirë, duke kryer të gjithë ato veprimet që duhen bërë ashtu siç duhet. Tani nëse keni pyetje këshilla, unë do t'i kërkoja vëlla Shpëtimit që edhe të na shtojë diçka nga biseda që do më shtu, edhe të na tregoj pak për ihramin. Si ta veshim ihramin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falëndrimet janë për Allahun Dhul Xhelal, paqja dhe bekimet e Zotit qoftë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë ne besimtarët që e ndjekim dhe pasojmë rrugën e tij. Është kënaqësi e madhe që të jemi në mesin tuaj. Atmosfera pothuajse ka filluar që kur filloi Laureni, Erioli, që kur ju pash juve, disa i njoh përpara disa vitesh, sa po njihemi sot. Inshallah taala do të njihemi më shumë njëri tjetrin, sepse jemi shoqëria e haxhit. Ne jemi shokët e haxhit. Ne kemi shok lagje, kemi shok pune, kemi shok, po shoqëria e haxhit është një shoqëri që ka ato sfidat e veta, ka ato tronditet e veta, por në fund kur kthehemi jemi miq të veçantë dhe nuk ndahemi kurrë. Gjithmonë i çojmë kënë mesazhe njëri tjetrit. Ndoshta në haxh ndodh shpesh që edhe grindemi ndonjëherë, po unë do të ndahesh pak te kjo pjesë. Shiko, njeriu kur shkon në Mekë, ndryshon komplet rutinën e tij. Nëse këtu lëviz me makinë, nëse këtu flej gjuhë mas yatsis direkt, nëse këtu ka 3 veta në shtëpi, ka pak shoqëri, pra ka një grup të ngushtë shoqëror, nuk lodhet shumë. Atje do të ndryshoj komplet gjëja. Do të përballesh me një grup të madh. Që këtu në aeroport Rinas do të shikosh gjithë ato shqiptarë që do të shkojnë drejt asaj. Kur shkosh atje do të shikosh haxhi nga gjithë bota. E kështu kur ty në Qabe do të shikosh po njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshme etj. Njeriu ndryshon atje, sadopak duam s'duam neve, kemi adrenalinën e besimit, e kënaqësinë e Qabes, por duke qenë se ndryshojmë kushtet e shtëpisë, e ushqimit, e shoqërisë, duhet me pas durim. Ne këtë, këshilla më e mirë për ne ka qenë Ramazani. Thonë dietarët e Islamit që kush harxhon Ramazanin me iman, me besim,
do t'i pastrohen ati gjuna, do t'i fshihen, do të pastrohet, do të fuqizohet me besim, me durim, që t'jetë gati për të bërë haxhin. Sepse haxhi fillon fill direkt, mas i mbaron Ramazani. Si me thënë, Ramazani kërkon për nesh që të edukohemi, të fuqizohemi, të kemi durim. Në haxh, njeriu ka nevojë shumë për durim. Edhe me shokun që e njeh ndoshta, se ne e dim që kemi një afër që po merrem pak me dhoma tani, edhe thot unë du filan, fistek, du shokun tim, du motrën time, du vllajën tim. Po ke parë që edhe vllai dhe motra zihen nga njëra tjetër. Sepse vinë për shkak të ndryshimit të rutinës. Duhet me bë durim. Durimi do të më qenë thelbi që kur fillojmë haxhin deri sa ta mbarojmë. Duhet me bë durim se ka rradh. Haxhi na kujton kiametin, na kujton ditën e gjykimit, kujton gjëra shumë të mrekullueshme. Prandaj edhe ti je një pikë, je një person aty që të kujton kiametin. Për shembull, rradh në aeroport, rradh te menza, rradh në qabe, rradh për ty në autobus, rradh kudo, rradh. Vapa, dielli, lodhja, raskapita, etj. Prandaj unë i mësoj më shumë kësaj çështje. Ne atje do sprovojmë me një tjetër. Do thonë, po si ka mundësi, unë kam vëlla musliman e du për jetë Allah, po kur vjen puna në terren, na prishet pak humori dhe ajo e brendshme, se kemi pa, ku profeti alayhi salatu wasalam, kur ka marrua Arafatin, janë çu njerëzit me vrap, lëvizin dhe vetë kuajt me shpejt, me të madh, bënin zhurmë, e ngritën plurën këmbë. Profeti alayhi salam çfarë u thot? Aleikum sekine, çka keni çikni me vrap, qetësoni. Kur ka ndodhur kohën e profetit alayhi salam kjo gjë, imagjino çfarë mund ndodhi sot. Se neve, ata kanë pas profetin mes, Xhibrail e vinte, zbite shpallë e prap, bëni nga i zhurmë. Kurse ne sot, ju na keni ne, nëse jemi profet, as jemi njerëz të tulluar, por duhet të them vëllezër, e rëndësishme, profeti alayhi salatu wasalam thot, kush shkon e bën haxhin, duke mos bërë gjunahe, mëkate, do të thehet, siç e tha dhe hoxha, pa gjunahe. Po shiko, kush shkon dhe bën haxhin, edhe Allah thot, kush e bën haxhin, pa bër rrefet, pa bër fusuk, debat. Shiko, në haxh është e domosdoshme, nga eksperienca, do të ketë debate. Ne do mundohemi që debatet i zvogëlojmë, mos prishim haxhin ton. Ka raste, ka gjëra që si kemi në dorë, organizatorët, as ju, as kush, është një sprov, raj diçka atje, u blloku rruga, u blloku tuneli. Do durim, se ne kemi vënë që shpërthejmë, pse kështu, pse ashtu. Gjitha udhimi jon duhet ta kemi vath në vesh durimin dhe maturinë dhe kujdesin e madh. Dhe vëzë mi që po thotë Laureni, Hirami është shumë i rëndësishëm. Ky Hiram po e veshet gjithë që them unë do të më qenë kujdesshëm. Se po e veshe Hiramin, po bëre njetin, ke hyrë në zonën e ndaluar, në kohën e ndaluar që s'lejohet të veshësh shapka, puc, rroba të qepme, nuk lejohet vesh kapele për burrat, nuk lejohet parfumosësh, nuk lejohet gjëra që të lejohen në normalitet, nuk lejohen kur je me ihram. As parfum, as era të mira etj. Për të treguar atë thjeshtësinë, urtësinë edhe porulsinë para Zotit. Do shkosh te shtëpia e Zotit me këtë gjendje. Nëse ne shkojmë përpara një ministri, mbreti me kostumin më të bukur, tek Allahu xhela xhelalu do shkojmë me këtë pëlhurën e shefinin ton që përgatisë veten ton. Ihrami. Kjo është shefini që e përgatisë me dorën ton sot, primi gjallë. Do na demonstrosh se to sigurisht. Po, ja, ta mbarojmë, pastaj do bëjmë. Atëherë, për sa i përket pyetjeve, unë i shoh edhe agjit që po na ndjekin live, mund ta shkruajmë tek grupi aty dhe ne do t'i përgjigjemi çdo pyetje. Por pjesa e ihramit një lloj demonstrimi, ndërsa për vëllezërit pastaj që duan që ta shohin më nga afër demonstrimin se si vishet ihrami, edhe mund të qëndrojnë në fund fare pastaj edhe ta shohin më në detaj. Por thjesht për informacion, të gjitha tashmë ihrami përdoret nga dy copa të bardha. Mënyra e veshjes ka disa forma. Ja hapim këmbën. Njëra prej formave të veshjes së ihramit është në të fortë. Të gjithë vëllezërit tashmë janë sa më gjë. Ju lutem, paraqituni tek zyra jon ose ju ose dikush tjetër që të vi të pajiset me ihramet
po ashtu edhe vizat dhe certifikata shëndetësore, me të cilën ju duhet që të pajiseni. Kjo është i formë veshje, është pjesa e poshtme pra e ihramit. Pastaj kemi edhe pjesën e sipërme. Pra jap këmbët që kur të ta për dredhësh, kesh hapësirë të ecësh, kesh i lirshëm për të ecë. Se çfarë bën disa? I majnë këmbën mbyllur, e lidhin edhe s'ecin dot më. Edhe bie rrëzohesh në qafe. Sa më shumë ti që hap, plus ka dhe ca rrypa ndihmës për ata që kanë problem, që kanë çik shëndet, për siguri. Pra, pak a shumë të janë detajet rreth ihramit. Kjo mund të vendoset si të doni. Si të doni, mjafton që të mbulon shpatullat. Ky është një ihram që është rreth 1500 gram është pamuk dhe nga që thith edhe pjesën e djersës, apo është shumë goxha komod në aspektin e edhe të qëndruarit në ambiente jo komode. Këto janë kryesisht pra pak a shumë. Për ata cilët duan që ta shohim nga afër, ju lutem qëndroni më pas dhe mund ta demonstrojmë në mënyrë individuale. Këto janë çështjet pak a shumë që ne duam të ashtu dhe në fund fare unë dua t'i jap fjalën pak edhe doktorit që t'japi ato këshillat e veta dhe më pas do të kalojmë në të gjitha pyetjet përgjigjet që do të kemi jo vetëm këtu nga salla, por edhe pyetjet që na kanë ardhur nga grupi, do t'i lexojmë tek e tek pa merr. Vetëm 1 minutë që se fal doktori. Të dyja? Përpara se ta kaloj doktorin, te zyra do të merrni vizat, do të merrni bejxherat, do të merrni çantat e krahut që do t'u japim, do të merrni ihramin, do të merrni certifikatin mjekësore, do të merrni librin e haxhit, ata të cilët nuk e kanë marrë akoma se ka disa vëllezër dhe motra që i kanë tërhequr. Unë doja të ndaloja pak te çantat, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne ju japim çantat që janë me logo mbrapa, që edhe mund të dalloni, janë edhe të lehta, por që mund të marrni edhe gjëra në të që ju duan në përditshmërinë gjatë udhëtimit të haxhit. Unë për vete çfarë mbaj këtë çanta ime që e kam të domosdoshme. Gjëja e parë është ujë. Pra unë shpesh ju them axhilerëve, merrni ujë me vete, edhe në qoftë se nuk e ke ti nevojën, gjeni rrugës që ka nevojën, ai ka rënë të fikt apo ndihet keq etj, mund ta ndihmosh me atë, madje unë e mos gjithmonë me 10 kështu janë nga këto ujërat e vogël dhe u shpërndaj njerëzve për rrugë. Pra kjo është e domosdoshme. E dyta, mund të marrësh një sexhate të vogël. Janë këto sexhate lesket shumë të lehta që nuk kanë perë, sepse mund të qelloj atje të falësh i vend ku është i pastër, mund të qelloj të falësh dhe në rrugë dhe aty ku të ndalojnë, atë dhe është e domosdoshme. E treta, mund të bash një si tip pullover të vogël ose trike të hollë, sepse armiku më kryesor i haxhiut aty janë temperaturat. Jashtë temperatura 50, futesh brenda në qafë janë kondicionere temperatura 20, del jashtë temperatura 50, futesh në autobus temperatura 20, futesh në hotel prap temperatura kështu, pra këto ndryshimet e temperaturës si thua e dëmtojnë haxhiun. Prandaj është mirë që me pas diçka dhe në moment që pra futesh nga nxehtin në të ftohtë ta kesh çfarë të veshësh. Dhe këtë kine gjithmonë parasysh. Dolet nga hoteli, çantën me vete, ujë, në peshqir, në sexhade, në gjë që t'ju shërbej dhe t'ju ndihmoj. Selam aleikum. Një pjesë të mirë të haxhive unë i njoh nëpërmjet analizave që kanë dërguar. Besoj edhe ju kanë bezdisur pak. Këshillat janë të pakta, shpresoj që t'i ndiqni, t'i kuptoni. Merrni nga një antibiotik me vete, si ju duhet. Është e sigurt që një pjesë e mirë o do kalojnë ftohje, o do ju bëjmë bajamet. Për arsye sepse ne nuk e durojmë dot nxehtësinë dhe kondicionerin e vendosim tek 16, 17, nuk e së durojmë fare. E kemi këtë problem. Tjetër, pjesa e higjienës është shumë e rëndësishme, lani e duart. Aty jemi me njerëz që kanë kollite nga do
hedhjen spërkla, normalisht higjiena duhet shumë. Se do ta përjetoni pastaj do keni probleme ose diare ose dhimbje barku. Janë prej eksperiencës këto. Merrni shapka ose sandale të buta që mos ju vriten këmbët, sepse zakonisht vinë atë gjinjë dhe marrin atlete ose shapka të forta dhe këmbët ju vriten, ju fërkohen, ju bën me fluska. Merrni ilaçet që keni, por merrni për kohën gjatë gjithë haxhit. Ka xhinj që i lënë ilaçet, ka xhinj që si marrin fare, se mendojnë, po shkojnë në vend të shenjtë edhe më shron Zoti. Merrni ilaçet, ju lutem, merrni ilaçet, mos i lini ilaçet pa marr, të gjithë. Merrni nga një suplement vitamin sepse ju duhet. Tjetër gjë që e thanë edhe xhallarët është temperatura e lartë, pagjumësia aty e ndryshon njeriu. Njeriu ka tendencë të bëhet pak nevrik. Duhet durimi. Është kryesori mbi të gjitha. Nuk po bëni vetëm ju haç, po bëjnë gjithë haç. Don nervat aty shpërthejnë pa pritur për gjën më të vogël. Kush ka frikë, kush ka probleme me gjumin, kush ka probleme me durimin, le të më shkruaj, ta ndihmojmë. Edhe kush ka frikë avionit. Unë kaq kisha për vete. Allah shpërblyf, doktori realisht në këtë aspekt. Kështu që edhe ne duam që disa gjëra t'i flasim hapur në mënyrë që ju inshallah nuk do të smoreni hiç atje, inshallah nuk do të keni nevojë fare për ilaçe, por patjetër që gjithmonë duhen marrë masat paraprakisht në mënyrë që thash të jemi të përgatitur për çdo lloj sfide të cilat ndodhin në një ambient ku temperaturat janë ndryshe, klima është ndryshe, popullata shumë e madhe dhe ka një intensifikim të lëvizjes, pra ka intensitet shumë të madh edhe të gjithë edhe 24 orëshit tuaj. Ndoshta orët e gjumit mund të jenë të pakta, lëvizjet fizike, lodhja fizike mund të jetë shumë, kështu që të gjitha këto duan edhe një kujdes më të shtuar në të gjithë aspektin. Tani mund të kalojmë në pjesën e pyetjeve, se çfarë mund të ketë interesime. Që japin përparësi këtyre që janë online. Okej, mundet, nuk ka problem. Po, aleikum selam. Falenderoj Allahun që ma kapjon përsëri mundësinë të vijë në haç, për haçin tim 23-shin, dhe tani falë Zotit dhe bëj programin tim. Dhe duke pas një parë eksperiencë të një viti më parë të haçit, unë arrita të detajoj disa pyetje dhe po që t'i them gjitharisht, pastaj Patjetër. Thuaj një nga një që kemi mundësi ndoshta edhe ta përsërisim që ata që janë në Zoom të Nuk ka gjë, mi thuaj. Ju përmendët një njeriu që shumë i rëndësishëm dhe bëhet në avion dhe do ishte mirë sikur në grup ti çohet gjithë ato edhe me fjalë se si të thuhet që mos jenë kështu pasaj që thjesht të përsërisin si robot mbas hoxhës. Mendimi. Edhe njëri që bëhet kur e bën të del për si unë për mamën tim. Kjo është e para. E dyta është pas përvojën e vitit 2023. Tani besoj jam rrugë gjëra dhe prapë jam shumë me lumtur, kaloj një haxhi mrekullueshëm dhe i them të gjithëve që është shumë bukur për haxhin, por do doja që nga starti ndeshje identifikuese i përmendet që ka një çantë shpinë për burrat apo edhe për gratë. Edhe për gratë. Po edhe për vit ato mushrikët që u heqin, ato të kenë një gjë identifikuese se lidhet si grup të ishim ashtu të ishte shumë mirë dhe do evitoshin të humbje të gjatë. Me vërtet është një kosto, por përpara asaj që ne do jemi shumë të lehtësuar në këtë punë, do jetë një gjë e mrekullueshme. E dyta. E treta është diçka që më ngeli atëre nga Arafati, çfarë kohë është mirë, sepse ne vinim shpesh për nevojë personale etj nga çadrat, dhe çfarë kohë është e mirë që ne të qëndrojmë në çadër, pikërisht në momentin që falen dhe bashkohen namazet, dash më tepër që u përmend edhe një nga kutbet e Arafatit sikur ndodha.
Çfarë po është e mirë që ne mos lëvizim mundësisht në çadër. E treta. E katra është, a do shkojnë të varë profetit Muhammed alayhis salam dhe selam siç kemi bërë në 2023 në Medinë, mund të arrim aty. Dhe tjetra, shampo, më parë, kjo pjesë, sepse Irani për burrat u seksuar dhe dihet. Për ne gratë është ajo veshje që kemi, por ernat nuk duhet të ekzistojnë, që nga rrobat e tjera. Atje disponon një shampo fajër, apo duhet ta gjejmë ne këtu, apo një relejt nuk prish punë. Dhe kjo karta e shëndetit do pajisemi ne që do të check-upin live në grupin e WhatsApp-it, apo do na jepet me vizën ku të niset. Dhe fundit mbetët ajo data klinike që e kemi çik të rëndësishme, për me parapërsi maksimale që mund të përmendesh. Allah e shpëleft. Në lidhje me çështjen e niyetit, unë prandaj përmenda niyeti është nga elementet më të rëndësishëm, si në aspektin e atyre që do të udhtojnë me charter, ne do ta përsërisim disa herë në avion, do të shmurshidët do të vinë, do të shëtisin në përkolltuqet tuaj që t'ua thonë Haxhi e bër niyetin, Haxhesh e bër niyetin, e ke bedel apo e ke për vete, niyeti bëhet kështu, thuhet kjo, ajo është një frazë, nuk ka në filozofi shumë të madhe. Megjithatë, nëpër grupet tuaja, ne orientimet murshidëve kemi bërë qartë që t'ua çojmë informacionet e nevojshme, por nuk duam që të çojmë informacionet të detajuara që t'u mbysim në detaje. Megjithatë, kjo është një sugjerim i mirë që niyeti, si bëhet niyeti, mund të çohet nëpër grupe, por thash që ne do t'ju japim të gjitha orientimet e nevojshme. Patjetër, kjo nuk do të kalohet. Për sa i përket pjesës së mjeteve të identifikimit, ne e përmendëm disa herë. Jo vetëm në aspektin tuaj që ju duhet të mbani kjo karta e nusugut që është një çështje tepër e rëndësishme për sa i përket organizimit atje dhe që i kërkon Ministria e Jashtme, por është edhe karta tjetër që ne do t'ju japim që ka numrin e telefonit të drejtuesit që për çdo rast, për çdo çështje, mjafton që të jepni këtë gjë, mund mos e dini gjuhën, mos dini anglisht apo në një gjuhë tjetër, mjafton që të tregoni këtë dhe ju mund të identifikoni shumë qartë se ku e keni adresën dhe kë duhet të komunikojë personi përpallë që i keni kërkuar ju ndihmë. Këto duhen patjetër. Për t'u identifikuar Haxhit, ne thash, jo vetëm këto, por do t'u japim edhe ato çantat e shpinës që janë me logo, janë shkruhet Albania etj që mund të identifikoni dhe besoj është më se e mjaftueshme që ju të identifikoni, pra ai personi që u sheh nga larg ju identifikon që ju jeni Haxhit e Shqipërisë. Për sa i përket identifikimit ton ne si staf, patjetër ne kemi një badge të veçantë, kemi edhe jelekët që kanë ngjyrë të veçantë dhe kanë edhe shkrimet jo staf, jo Komuniteti Musliman i Shqipërisë, Albania etj, në mënyrë që ju mund të identifikoni shumë kollaj se këta janë stafi i organizimit të institucionit të këtij vendi etj. Për sa i përket pjesës së, unë do ta quaj Agjenda e Arafatit. Ne do të shkojmë, do të arrijmë në Arafat rreth mëngjesit, nga ora 8, 9, diçka e tillë, do të mbërrijmë, do të akomodohemi në çadrat e Arafatit. Momenti që ju duhet jeni patjetër në çadër dhe janë ja 2-3 detaje të vogla që realisht ju lehtësojnë shumë. Për shembull, tualetet, atje tualetet, një tualet mund të jetë përafërsisht mbi 80-90 veta. Pra, do të thotë që duhet të presësh në radhë për të kryer nevojat në një tualet. Pra, janë kushte që realisht janë goxha minimale. Dhe do t'ju sugjeroja që marrja abdestit apo kryerjet e nevojës mos i bëni në kohë namazi, por t'i bëni minimumi, edhe në Mina dhe në Arafat, minimumi 40-50 minuta përpara kohëve të namazit, sepse atëherë është numri më i ulët i personave që shkojnë për të marrë abdest apo për nevoja dhe mund të shkoni, mund t'i kryeni më kollaj. Ndërsa në Arafat, kur duhet të jeni patjetër në çadër, është momenti që falet namazi i drekës dhe i kindis i bashkuar në kohën e drekës, ku mbahet edhe hutbja. Më pas është më njëherë pas namazit kryesisht ne bëjmë edhe shpërndarjen e ushqimit, sepse ne kemi ushqimet pra edhe në Arafat. Edhe aty duhet të qëndroni në çadër në mënyrë që të mos ngeleni pa konsumuar ushqimin dhe më pas në çadër ju mund të lëvizni ku dëgjojmë për një nevojë apo diçka tjetër dhe momenti
I namazit të akşamit, patjetër duhet të jeni në çadër. Është ai momenti ku do të shikoni që edhe ne do të angazhohemi, do të bëjmë lutjet përbashkëta, do t'ju orientojmë vazhdimisht që të ngriheni, ka edhe për atyre që ndoshta duan të flenë gjumë, janë të lodhur, ne gjithmonë ju motivojmë që të merrni, të angazhoheni me dua, sepse është momenti i fundit ku gjithë secili nga ne duhet të angazhohet me lutje, me dua, është momenti më kulminant dhe menjëherë me të hyrë koha e namazit të akşamit, ne duhet të jemi të përgatitur, ne orientojmë që të jeni të përgatitur me gjithë sendet tuaja, sepse vinë ato buzat dhe na përcjellin për në Muzdelife. Edhe këtu në këtë moment duhet të jemi patjetër në çadër dhe gati që të merrni orientimet tona. Për sa i përket pjesës së hyrjes në Rauda, situata e vizitës në Rauda bëhet në dy mënyra. Ose ne bëjmë rezervim si institucion në mënyrë me grupe, gjë që ka rezultuar jo e suksesshme vitet e fundit, sepse ka një fluks shumë të madh dhe atje sistemi bllokohet, ka një numër caktuar aprovimesh. Gjëja më e mirë është dhe atë që ne ju kemi orientuar dhe që murshidat do t'ju ndihmojnë, është që ju të merrni leje të veçantë për të hyrë. Kryesisht murshidat do t'ju orientojnë në një orar, në një orë që ju lejen do ta merrni individuale, por të gjithë grupi orientohet në ato orë dhe murshidet, kryesisht dhe murshidet për burrat, sepse hyrja e grave dhe të burrave është veç e veç, ju orientojnë dhe ju vinë dhe ju shoqërojnë, kështu që ne murshidave u kemi dhënë orientimin që ju të zbrisni aplikacionin e Nusuk. Dhe nga aty të bëni hyrjen dhe aty mund të merret leja për në hyrje në Rauda. Dhe në këtë formë pra, sepse thash ka nevojë për një leje të veçantë për në hyrjen në Rauda. Qofse më fal pak. Po. Te aplikacionet, pra janë dy aplikacione që duhet i keni në telefonin tuaj. Aplikacioni i parë është aplikacioni Nusuk, që duhet ta keni zbritur. Një, ta dërgova atë, na e pasyro pak lutem. Sepse 2 vitet e fundit ky rezervimi në mas nuk ka funksionuar dhe ata kanë dëshirën që rezervimi të bëhet individualisht tek aplikacioni i Nusukut dhe këtë duhet secili për ju ta ketë zbritur në telefon, sepse vitin e kaluar kemi pas shumë probleme dhe problemet ishin këtu, njëri s'mbante mend kodin e Play Store, tjetri nuk e zbritet dot etj si kështu që përpara se të nisemi aplikacionin e Nusukut, do ta dërgojmë edhe në grupe, do të reflektohet, pra do të tregohet edhe në ekran këtu një, dhe dyta VPN. Pra secili për ju duhet të ketë një VPN në telefonin e tij. Pse? Në Arabinë Saudite WhatsApp-i telefonatat nuk funksionojnë. Nëse dëshiron të flasësh me anë të telefonatës me aplikacionin e WhatsApp-it, duhet të hapësh VPN-n fillimisht dhe pastaj mund të komunikosh. Tani, o do zbrisni VPN-n tek telefoni, ose do të përdorni aplikacione të tjera alternativ në lidhje me këtë. Mund të jetë Telegrami, mund të jetë Instagrami, mund të jetë Messengeri e tjerë. Se ndodhi vjet një axhi e boni ofertën, i thoshëm ne ke në rregull ofertën. Jo, thoshte se kam rregull se nuk flas dot. Tani për me fol me këtë lloj aplikacioni duhet ky programi tjetër. YouTube-i punonte, Facebook-u punonte, Instagrami punonte e tjerë, nuk punonte telefonata me anë të WhatsApp-it sepse është aplikacioni që përdoret masivisht, edhe prandaj për me pasi komunikim të kollajt, ky është aplikacioni i Nusukut, t'i zbrisni ta keni në telefon, dhe dyta një VPN, çfarë do lloj VPN-i që t'jetë, sa më thjesht që t'jetë, sidomos kjo këshill është për fëmijët që kanë pak prindit e moshuar dhe do të vinë aty, t'i kenë në telefonat e tyre. Okej, për sa i përket pjesës së pyetjes se a mund të gjejmë atje mjete të higjienës, sapojnë, shampo apo mjete të tjera që janë në përputhshmëri me ihramin, pra pa aromë etj, atje ka në dyqane gjenden masivisht, kështu që pa merak mund të gjenden, nuk është në një problem i madh. Për sa i përket dokumenteve, ju e tham edhe një herë që në zyrë duhet vini të tërhiqni për burrat ihramet, ndërsa për të gjithë vizën, certifikatën shëndetësore, të firmosur dhe të vulosur nga ana jon, dokumentat e nevojshme, libërthat e duave, librat dhe ato çantat e shpinës, shikoni kjo është.
pra realisht kjo është një mjet identifikimi që edhe për ne si staf është goxha komod. Në këtë formë pra mund të identifikoni edhe në masa të gjëra, me njëherë mund të ashtu. Dhe të përdoren pra. Janë goxha komode dhe duhet të përdoren edhe si mjet identifikimi. Ndërsa për sa i përket kthimi do të jetë midis datës 6 qershor në darkë, 7-8 maksimumi qershor. Nisja, midis datave 17 dhe 19. Maj. Këto janë pyetjet, besoj nuk kam harruar gjë. Po, vëlla. Pyetja e parë. Për punën e numrit mund ta bëjmë vetë që nga këtu bëjmë esim dhe aktivizojmë kur shkojmë atje, apo duhet patjetër që ta bëjmë atë kur jemi atje? 1. Puna e hiramit dhe kartave kur mund të tërheqim se të kemi ditët e fundit, apo mund të tërheqim tani që jemi këtu. Dhe treta që është shumë e rëndësishme, hotelet e këto sa larg jemi si llogarisin disa zona. Edhe në fakt ishte puna valiçeve. Sa pesh ishte se Po. Do t'ua çojmë dhe me mesazh, janë 20 valizha, 5 është çanta e shpinës, 5 është ujë zemzem që do ta marrësh me në vete. Google Maps a mund të hym Armand apo jo? Atëherë, me detaje. 5. Me detaje. E-simi funksionon goxha mirë për çështën e internetit, por aty ju duhet edhe numri i telefonit për të komunikuar me ne atje. Kështu që unë do t'ju sugjeroja unë do t'ju sugjeroja që për çunat e ri mund të merret një esim derisa ju të arrini të merrni numrin e telefonit atje, të keni internet paktën. Pra të merret një esim nga këtej. Dhe më pas kur të arrini atje të pajiseni me numër telefoni atje arab patjetër sepse do duhet që të komunikojmë bashkë. Pra merrni një esim nga këtu në mënyrë që derisa të pajiseni me numër telefoni atje të dispononi internetin, dhe atje të pajiseni pastaj me numër telefoni dhe të ta keni numrin e telefonit. Por që të dyja ne ju sugjerojmë që duhet të keni patjetër. Për sa i përket pjesës dokumente mund t'i merrni që sot, mund t'i tërhiqni tek zyra dhe mund të vini në oraret e punës. Valixhet janë 20 kg është valixha e check-init, pra që mund ta bëni check-in. Është 5 kg bagazhi i dorës që mund të merrni një çantë të vogël në dorë, dhe 5 litra është uji i zemzemit që ne do t'ju pajisim, pra do t'ju japim në atje, që do t'a bëni edhe atë pjesë të bagazhit tuaj. Pyetje tjetër. Zyrat e Komunitetit Musliman i Shqipërisë përballë parlamentit. 9-4 jemi në zyrë. Këtu është Google Maps dhe këtu mund të shikoni edhe pjesën edhe të lokacionit të hotelit. Të lutem bëje satelit atë. Zmadhoje, futu, nuk ka nevojë që ta kërkosh. Zmadhoje dhe afroje. Po, zmadhoje. Bëje çik me satelit poshtë. Bëje çik satelit poshtë. Në të majtë, tek cepi të majtës. Satelit view, këtu, poshtë tek ajo, po. Bëj satelit view, e para. Atëherë, jo, zvogloje. Okej, mjafton. Atëherë, qabja, që të orientoni. Qabja, ndërsa hoteli është ky këtu. Në mos gaboj ose ky. Këtu është. Saraja. Ja, po. Hoteli këtu. Ky është hoteli. Zvogloje tani. Lullët Nuran. Saraja Sevit. Ky këtu. Lullët Nuran. Ndoshta lokacioni ju çojmë për grupe, gjithë murshidët mund ta çojnë. Zvogloje. Dua të shpjegoj pak një detaj të vockël që është shumë i rëndësishëm. Këtu. Qabja është këtu, stacioni i autobusave është këtu. Kjo zona këtu, nga këtu deri këtu, është rreth 1.2 kilometra, është tunel i gjithi. Dhe kjo rruga që është këtu, që është rreth 400 metra diçka tillë, pra nga hoteli deri tek hyrja e tunelit, kjo këtu është i gjithë rrugë
e posaçme vetëm për autobuzat që 24 orë qarkullojnë në mënyrë zinxhir. Pra nuk është të thënë që juve do dilni tek stacioni i autobusit, do prisni autobus. Nuk ka pritje autobusat. Mjafton të dilni nga hoteli tek rruga kryesore që kalon autobusat që është rreth 20 metra, është tek oborri i hotelit pothuaj, dhe ju i hipni autobusit dhe autobusi ju çon direkt një stacion 1 minutë e gjys, 2 minuta maksimumi tek stacioni që është afër qapës. Pra, do të thotë që me autobus ju i hipni autobusit, nuk ju çon askund tjetër sepse është korsie destinuar vetëm për atë lëvizje deri te stacioni që është afër qapës. E njëjta gjë, i hipni autobusit këtu dhe ju vini i zbrisni autobusit në këtë stacioni që është afër hotelit tuaj këtu. Pra, kjo është rrugë e specifikuar vetëm për autobusët dhe kjo funksionon vetëm në datat deri rreth datës, po themu 22-23 maj. Pra rreth 2 apo 3 ditë përpara nisjes së haxhit. Nga data 21, 22, 23 nuk e dim sepse kjo është në varg e ministrisë, bllokohet qarkullimi i autobusave dhe ju do detyroni pastaj, nëse dëshironi të shkoni në Qabe, do e bëjmë në këmbë, që është rreth 1.7 kilometra, që nuk bën më tepër se po themu një gjysmë ore rrugë në këmbë. Por që 80% e saj, nga që është tunel, nuk ka vape gjëra të tilla dhe pjesa tjetër është me çadra faktikisht, rruga e autobusit është me çadra, e gjithë kjo këtu është mbuluar, do të thotë që ju rrugtimin nga hoteli për në Qabe, në këmbë, do ta bëni në hije, jo në ashtu. Zvogloje pak? Kjo bëhet në mënyrë të organizuar, kryesisht ne kemi 2 organizime në ditë për shkuar në Qabe. Dhe në doni shkoni në mënyrë të organizuar, nëse doni shkoni vetë për ata që kanë eksperiencë apo kanë shkuar më parë, mund të shkojnë. Por në mënyrë të organizuar ne shkojmë 2 herë në ditë. Zvogloje pak? Do të shkosh 1 herë, 2 herë, ja merr vetë dorën edhe s'do kesh nevojë. Fjalë e ndjek vetë si Mjafton. Kjo këtu është zona ku ne do të shkojmë 3 ditë, do të hedhim gurë, zona e xhemerateve. Edhe nga hoteli, për të shkuar këtu është gati pothuaj e njëjta distancë. Dhe kjo është edhe realisht gjëja më pozitive e pozicionit të hotelit. Edhe xhemeratet, edhe Qaben janë pothuaj nuk janë shumë larg, 1.2 kilometra, 2 kilometra nuk është një distancë fort e madhe, do ta shikoni edhe atje. Kështu që edhe në rrugën për xhemerate do të bëjmë të njëjtin itinerar, në të kundërt, do dalim nga hoteli, kjo është një rrugë e destinuar totalisht, do vim, do hedhim gurët, do kthehemi përsëri në Qabe, edhe ky udhtim në mënyrë të organizuar do bëhet çdo ditë. Në Medinë pastaj hoteli është afër, aty nuk ka nevojë sepse është në këmbë aty 2-3 minuta je në oborrin e xhamisë. Po, një pyetje tjetër. Check-ini është charter, do të jemi në atje dhe gjithë secili do bëj check-inin individual është funksionon si të gjithë të tjerë. Pavarësisht se ne do të jemi aty të pranishëm dhe do të ndjekim çdo procedurë. Për sa i përket se sa orë do të jeni përpara, edhe këtë duhet keni parasysh, ne do t'ju themi minimumi 3 orë përpara, jo 2 orë apo 50 minuta, siç mund të jemi mësuar ata çunat që mund të kenë udhëtuar më parë, nuk është një check-in normal. Është check-in charteri dhe ka nevojë për kohën e vet, një problematikë e vockël, kështu që ne do t'ju themi, do t'ju njoftojmë minimumi 3 orë përpara nisjes, orarit të nisjes do të jeni në aeroport. Pyetje tjetër? Kalojmë te pyetjet e Zoomit. Sot pyet një nga motra, sa larg është nga Mina deri në xhemeratën Këmbë? Nga Mina për në xhemeratën në Këmbë, që do të bëhet, atje nuk ka më transport dhe ne jemi detyruar që të udhtojmë nga Mina për në xhemerate, do të ecim në Këmbë. Në vijë ajrore nga Mina për në xhemerate është 2.7 deri në 3.2 kilometra. Që do të thotë, në mënyrë të organizuar dhe ecja në atë fluks që do të ketë në atë orar, minimumi do të na duhet që të ecim rreth, po themun, 1 orë e gjys patjetër. Do të ecim në Këmbë. Por thash, distanca në vijë ajrore nga çadrat. Çadrat tona janë diku këtu.
Rruga që do të marrim në itinerari do të jetë diku këtu, do të hyjmë ti tunelit këtu, do të kalojmë Xhemerate, dhe kjo po them në vijë ajrore rreth 3 kilometra, por në vijë në rrugë pra mund të jetë rreth, po them mund të shkojë deri në 3.3 kilometra diçka tjetër. Se ka emrin kampin Mina, ku do të qëndrojmë? Kampi në Mina, rruga 665, qofse e them, a do të bëj? Do të kenë numrin. Kampi 95 është këtu. Afër spitalit Minas. Spitali shtu, jemi diku këtu. Kjo zona këtu. Okej. Ana parisni ju me ihram apo duhet ta marrim vetë sot? Ihramin mund vini ta merrni në zyrë, pra është nga ana e zyrës. Nëse mbetesh në Mina aksidentalisht, të marrim pak pyetjet në Zoom, pastaj ju mendoni dhe bëni edhe pyetje tjera. Nëse mbetesh në Mina aksidentalisht, thot Allah na rujt, a ka mundësi të nisesh me një autobus të ndonjë grupi tjetër, qoftë grupi huaj? Nga Mina, për një destinacion tjetër nuk ka autobus, detyrimisht duhet të ecësh në këmbë. Çunat e ri një lokacion të hotelit dhe rruga ka hallin nga drejt. Mina në Arafat. Nga Mina në Arafat, aty pastaj duhet të gjini çfarë do lloj gjëje, autobus, makinë, taksi, grup haxhish, mjafton pa bërë panik, mjafton që të merrni dikën do të hyni në zonën e Arafatit dhe pastaj të na komunikoni neve, hyna jam këtu, vim ju marrim ne. Por e rëndësishme është që të hyni në Arafat. Kur do bëhet nisja nga Shqipëria, thot? Nisja nga Shqipëria unë thash datat, midis datave 17-19 maj. Për ne persona që vim me avion nga shtetet jashtë Shqipërisë, a do po ismi nga ju me ihram, libër, çantë e tjerë? Thot, seminari shumë informues, Allah e shpërblet. Në qoftë se dërgoni dikënd që të vi ta marrin në zyrë, por si do t'ju përcjellin, si do t'ju sjellin atje, unë nuk e di. Në shtetet ku jeni ju, ne nuk mund t'ju dërgojmë, vetëm të vini ta merrni ihramin, dokumentacionet e tjera me nga dikush tjetër në zyrën tonë. Thot, nuk arrita të kuptoj mirë masinë e valizës për udhëtim, mund ta përsërisni, po ashtu që atë kohës në Mina duhet të kemi marrë ushqim me vete? Edhe kjo është shumë e rëndësishme, pyetje me vend. Madhësia e bagazheve, thash, bagazhi i check-init 20 kg, bagazhi i dorës 5 kg dhe ujë zemzem që do t'u japim në atje 5 litra. Këto janë madhësia e bagazheve. Për sa i përket pjesës se çfarë na duhet, ne do t'ju orientojmë përsëri atje, se çfarë ju duhet për në Mina, në Arafat e tjerë, nuk ka nevojë që të merrni me vete ushqime, sepse tashmë atje është ushqimi 3 vakte do t'ju jepet dhe nuk keni nevojë për asgjë tjetër. Sa ditë do qëndrojmë në Medinë, thot? Në Medinë qëndrohet maksimumi janë 4 net, por në vrazhdën e me cilin avion keni ardhur besoj këto informacione ju duhet i keni marrë nga murshidat, por megjithatë me detajet, datat fikse për te datave që unë thash sot, ne nuk mund të japim deri në, po them, 1 javë përpara nisjes. Po me pagesë privatisht, a ka mjetë të udhëtimit tren nga Mina në Xhemerate? Jo, sepse ne kemi një itinerar që na është dhënë dhe kemi zgjedhur nga ministria. Itinerari tashmë është zyrtar, ne ja kemi dhënë ministrisë dhe haxhit tan janë të detyruar të udhtojnë në këtë itinerar pa bërë asnjë lloj gjëje tjetër. Gjëja që është bërë dhe si vjet ka edhe diçka tjetër, në dyert edhe të çadrave të Minave dhe të Arafatit, unë isha atje para disa ditësh, janë vënë pajisje që njohin kartën tuaj dhe ato në mënyrë të drejtë për drejtë i çon informacione ministrisë se sa veta janë haxhit të Shqipërisë të përfshirë të futur në çadrat tona dhe sa janë të huaj, ose kush ka dalë dhe kush nuk ka dalë. Dhe ata ndjekin me përpikmëri të gjithë itinerarin që ne ndjekim, orarin që ata na thonë se kur duhet nisemi, kur duhet presim, kur duhet ikim, kur duhet hyjmë çadër e tjerë. Pra janë të gjitha të diktuara nga ministria, jo në qefin tonë. Për burrat gjatë kohës së ihramit, mund të mbajnë sandale apo duhen shapka, thotë? Mund të mbajnë edhe sandalet edhe shapkat, mjafton që të përmbushen kushtet e të qenurit, pra të mbulimit të këmbës e tjera që janë disa ato të ndaluar, të lejuara të ihramit, pra gjë të cilat mund t'i flisim më detaje edhe me murshidët. Se këtë e pasën të paqartë në fjalë, ku do i marrin dokumentat e tjera, se atë është pyetje tjetër. Ne që jetojmë në Shqipëri duhet vinë të zyrat në Tiranë të marrim dokumentacionet e kartat identifikuese, apo do i marrim ditën e nisjes në aeroport? Jo, ju lutem hajdini në zyrë që t'i merrni përpara. Pastaj ata të cilët e kanë shumë të pamundur,
mund të komunikojnë me murshidin që t'i mbaj ai dhe t'ja japin në aeroport, por duhet patjetër të vini në zyrë t'i merrni. Duhet certifikat celebrimi për ato që nuk e kam. Jo, nuk ka. Asnjë lloj dokumenti shtesë përveç atyre që do japim ne. Pyetje tjetër? Po. Shimet në hotele, do jemi ngatruar me tyre apo do kemi ndaj kuzhinierë si njerëz si montaj? Do jetë sallën do ta kemi veçantë? Atëherë, hoteli në Mekë është i gjithë hoteli, i gjithë godina është vetëm për haxhit tan, nuk do ketë haxhit të tjerë aty. Dhe menxa edhe pjesa e gatimit do të jetë posaçërisht për ne. Ne kryesisht zgjedhim këto gatimet turke, pra këto firma turke që ato shërbejnë për ushqim atje, që na përshtaten më tepër. Ashtu siç ju kemi thënë, janë dy vakte ushqim, mëngjes edhe darkë, ndërsa në drekë do përgatisim një lloj snack, që thonë, jo kafe, çaj, në frut apo në biskot, në gjë kështu që të mund të shtyhet. E kemi patur 3 vakte, por është realisht shumë e vështirë që të menaxhohet, sepse dhe oraret e mencës aty janë të zgjatura. Për shembull, mëngjesi fillon në orën 6 të mëngjesit deri nga ora 10:30, pra menca është e hapur, mund të shkoni të hani në çdo moment. Dhe darka do të jetë nga ora 6 deri rreth orës 11 të mbrëmjes, pra që ju mund të shkoni gjatë këtij orari, mund të shkoni të merrni ushqim, është bufe e hapur, pra nuk ju pyet njeri ose nuk ju thot njeri mos merr kaq apo merr aq. Për sa i përket Medinë, pastaj nga që janë godinat e mëdhaja, do të ketë dhe haxhit të tjerë, por ne do të kemi mencën tonë të veçantë, pra ambientin tonë të veçantë, vetëm për haxhit e Shqipërisë, nuk do të ketë tjerë. Kemi dhomat janë 4 elements. Dhomat pyetet shpesh, dhomat e Armand, videon e dhomës mund ta japim, vëlla, që të ketë një farë logjike se çfarë. Dhomat e hotelit janë për 4 persona. Pra edhe për gratë dhe për burrat. Pra në dhomë qëndrohen 4 persona, që ka tualetin e vet dhoma, ka pajisjet e veta, dollapet e tjera, por është dhomë për 4 persona. Pyetje tjetër? S'ka dyshim thotë. Po. Ju përmendni që ky haç përfshin umre dhe haç, janë bashkë. Tani kur e bëm bedel se kam nisur Armandit. Për shkakun do ta bësh për një person tjetër, e mira është të bësh një për vetë umre dhe pastaj të tjetrin. Në këtë rast, dhe umre dhe haçi do bën për personin në fjalë, apo umren e bëj vetë dhe për haçi ku fillon momenti i haçit. Ngjo. Këto realisht janë detaje që unë mund të ashtu përtaj, por nuk dua të zgjatem. Lutem me murshidin, ndiqni, janë detaje që mund të bisedohen tek e tek. Sepse këtu 90% janë që do e bëjnë haxhin për vete. Të lutem me murshidin, të gjitha detajet lutem bisedoni, po mos dilni edhe të uleni, është gjë e thjeshtë, nuk kanë një. Nuk janë gati certifikatat shëndetësore dhe printuar vizat. Duke filluar nga dita hënë mund të vini. Nga Mekka në Medinë, mund të shkojmë do të thonë me tren. Nga Mekka për në Medinë ka udhëtim me tren, por ju duhet na informoni shumë më herët në mënyrë që të bëhen organizimet autobusa. Çfarë ndodh? Ne kemi futur emrin tuaj në autobus dhe ju në një ditë të bukur keni dëgjuar nga shokët që mund të thotë edhe me tren dhe nuk keni të pranishëm aty, vetëm për ju duhet të presin 525 haxhit e tjerë, pse nuk keni ju, sepse emri që është në listën e autobusit duhet të jetë prezent edhe personi. Nëse nuk është, i gjithë grupi 500 veta duhet presi. Kështu që në qoftë se ashtu nuk ka problem. Por ne kryesisht udhtojmë me autobus. Me autobuza të modelit fundit 2024, 2025, 2026. Janë autobuza të ri. Janë komod. Pyetje tjetër? Alejo skuteri thot nga hoteli në Qabe për ditët kur do të ketë transport. Jo, absolutisht, aty nuk lejohet si lloj mjeti transporti. Absolutisht. Çdo gjë atje futet me një leje të veçantë. Skuteri jo. Tani
Besoj ta mbyllim, ato që kanë pyetje Mirë. mund t'i shkruajnë në fjalë, dhe Absolutisht. seminari tjetër prapë do të jetë Në datën 2 maj ne kemi seminarin e dytë dhe për çdo pyetje apo për çdo detaj tjetër që mund t'i kemi ka përcyer, mund të na i drejtoni pyetjet dhe ne të mund t'i përgjigjemi. Besoj kaq detaje janë shumë, jo të mjaftueshëm për shumë. Allah shpërblet, tani vëllezërit mund të largohen, gratë të qëndrojnë pak, vetëm disa minuta, sepse do të ketë një takim vetëm me murshidet edhe mjekën.